Kryeministri i vendit Edi Rama ka deklaruar në Berlin se Bashkimi Evropian përbën një bekim për vendin dhe për procesin e ndërtimit të institucioneve shtetërore. Deklaratat u bën gjatë ekspozitës artistike Krizalimi, të organizuar në kryeqytetin gjerman, ku Rama prezantoi disa nga veprat e tij në pikturë dhe skulpturë. Gjatë një bashkëbisedimi me ambasadorin italian në Berlin, Fabrizio Bucci, ai u ndal edhe te procesi i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Edi Rama thekson se metodologjia e zgjerimit Bashkimit Evropian është një proces kompleks dhe shpesh i ngadalt, por sipas tij mbetet efektiv në ndërtimin e institucioneve demokratike. BE-ja është një bekim për ne. Roli i saj është i dobishëm për ndërtimin e institucioneve dhe ajo di se ta bëj këtë. Është procesi më neurotik i mundshëm, por funksionon. Fal kësaj ne kemi ndryshuar. Më parë ata than fjalët e duhura, por veprimet nuk pasuan. Kur erdhi pushtimi, ata kuptuan se të gjitha palët jashtë bllokut mund të humnin. Kryeministri gjithashtu theksoi se Shqipëria mbetet e përkushtuar për të përmbushur detyrimet e saj në rrugën drejt antarësimit në BE, duke vijuar reformat dhe përpjekjet për përafrimin me standardet europiane. Ne duhet të bëjmë ato që duhet të bëjmë dhe ne do të ecim përpara, sepse kështu përmirësohemi. Lajmi i mirë është se nuk do të bëhemi kurrë një Gjermani, sepse nuk jemi të aftë për të, por një Itali e vogël. Në një reflektim më të gjerë, Rama foli edhe për ndryshimet në vend ndër vite, duke e krahasuar zhvillimin e Shqipërisë me modele të tjera europiane dhe duke nënvizuar se vendi po ndjek një rrugë të vetëm të transformimit. Sipas tij, procesi i integrimit dhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian beten faktor kyç për modernizimin e institucioneve dhe zhvillimin afatgjatë të Shqipërisë.